Sot dua të përshëndes vendimin e gjykatës për burgrim të përjetshëm ndaj Naim Murselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat. Zoti Geci, të tërheqë vrejqe, Po edhe po të lirohet, edhe nuk ka kur farë kredibiliteti për ballë figurës me çështjen të cilën është thirrë kësaj. Kryeministrit Kurti. Zoti Faleminderit. Geci. Vazhdojmë me kundër replik, zonja Qitaku. Replik, 2 minuta. S'po di qysh me thonë se me thonë deputat nuk e meriton. Nuk kisha besu kur kryetare e kuvendit, deputat nderuar, që nga foltoria e kuvendit Republikës Kosovës vjen një lutje në formurime për dënim me burg të përjetshëm për njerëzit që kanë luftu për lirinë e këtij vendi. Ju duhet të ndiheni i turpruar. Duhet të ndjeni i turpruar dhe lëvizja vetëvendosje, nëse nuk mendon si ju, mu tani, ju ftoj juve si kryetare dhe shefen e grupit që të distancohet. Duhet t'ju vi turp. Jo, zoti Geci, nuk e merrni fjalën. Vazhdojmë me diskutimet e tjera. Fjalën e ka Eman Rahmani, më falni. Faleminderit, të nderuar qytetar. Fillimisht kur flasim për korrupsionin dhe në ball apo si presi grupit Lëvizjes Vetëvendosje del Arbria Nagofsi, ndër personat më të korruptuar të këtij pushteti. Eman Rahmani. Kam dy pyetje direkte. Nëse ti mendon që Arbria Nagofsi është të korruptuar, shkon në prokurori speciale. Si ka kry pagesë mbi 1.4 milion euro për programin Gjuha Shqipe dhe kompjuteri, kujt ja ka jep ato pare, si dhe qysh ka pagu një shport me vlerë 12 euro, 220 euro. Besoj që kjo çështje do të shpërfaqte jashtëzakonisht shumë punën dhe angazhimin e ministrës, edhe korrupsionin, edhe gjithçka. Këtë çështje e kam ngrit, edhe so kam qenë pjesë e Lëvizjes Vetëvendosje, asnjëherë përgjigje s'kam marrë, madje sot pranova një dokument nga thesari i shtetit, ku seancën për një çështje tjetër. Në atë dokument thuhet Prit. Seanca është thirrë për një temë tjetër, pra për çmimin dhe faturimin e energjisë elektrike për konsumatorët. Fokusohu në çështjen për çka është thirrë seanca. Nëse edhe një herë përmend çështje tjera që nuk janë temë e kësaj seance, atëherë të tërhiqet fjala edhe nuk e merr më fjalën për këtë seancë. Është paralajmërim i fundit. E mbylli seancën edhe asnjë problem nuk e kam. Respektoj rregullorën. Regjia ja kalon fjalën sërish deputetit. Unë e di që e ki vështirë me i kuptu këtë çështje, për shkak që nuk s'ka ra me u marrë, ke qenë për 4 vite në pozitën e ministrës, edhe natyrisht po jem të marrë edhe me këtë aktivitetet që në bëjë, cilat janë dokumente, kom kërgu qasje publike në dokumente zyrtare dhe kanë mosh përfaq edhe në Ministrinë të Drejtësisë, edhe të Arsimit, edhe në secilën ministri të caktuar. Por kjo ka ndërlidhje direkte me buxhetin, me çështjen cilat janë interes i qytetarëve, edhe këtu jam për me fol për këto çështje. U fol për liberalizimin e tregut të energjisë, ku u tha si interes edhe u krahasu me liberalizimin e tregut të energjisë më herë. Tash për momentin ministri Akusari nuk është këtu, mirë po liberalizimi i tregut për korporatat, për fabrikat, me qenë vullnetar dhe liberalizimi i tregut të energjisë me qenë i detyrueshëm janë krejt diçka e kundërt. Është e bardha dhe e zeza. Janë çështje të cilat ndikojnë direkt në jetën e qytetarëve. Në kohën kur është bërë liberalizimi i tregut të energjisë, që në mënyrë vullnetare, me pas të drejtë, me dal fabrikat, ka qenë për me jep mundësia që ata me marrë rrymën më lirë, me kriju një produkt, një prodhim me kosto shumë më të lirë. Në kohën kur ju i keni vendosur në tregun e lirë të energjisë, ju i keni detyruar dhon shumë dhe nuk kanë alternativë tjetër dhe sot fabrikat
në vendin tonë paguajnë 3 fish çmimin e energjisë. Dhe si rezultat, qytetari pagun shumë ma shumë se cilin produkt që prodhohet në vendin tonë. Ky është dallimi i të kalumes dhe të tashmes sa i përket liberalizimit të tregut të energjisë, që besoj që e kupton edhe ministrja, edhe ajo e cila unë borë pak ma herët që iku nga këto. Unë si deputet në legjislaturën e kalume nuk e kum votu strategjinë apatmesme të energjisë. Arsyeja e vetme pse nuk e kam votu dhe mbështet ka qenë mos ndërtimi termocentralit të ri. Si aktivist i lëvizjes vetëvendosje, kem dalë, kem protestu, jemi angazhu që me ndalë një ndërtim të termocentralit i cili nuk ka qenë publik, por ka qenë premtim i përbasht angazhimit gjithve që po ka me ndërtu termocentrali, ka me ndërtu termocentral në kuadër të kekut, si pronë e shtetit dhe asë një veprim. Madje nuk parashihet as në strategjinë afatshkurt, as apatmesme dhe as një plan të Ministrisë së Ekonomisë për ndërtimin e termocentralit të ri. Kjo është fatale për Kosovën. Paramendoj sikur këto vite kishmi termocentralin e ri, cilat kishin me qenë të hyrat e buxhetit, cilat kishin me qenë gjendja financiare në vendin tonë. Këto kanë ndiku jashtëzakonisht shumë në ngritjen dhe rritjen e kostos së jetës së qytetarëve në përgjithësi. Andaj, gjatë kësaj periudhe, siç ka ndodhur edhe me ligjin për tatimin pronë, ku është shtyr sa herë që kanë ardhur zgjedhjet, po shtyhet ose po transferohet rritja, sepse nuk po shtyhet. Krejt këto që kanë pas me u pagu, me rritje të çmimit të energjisë elektrike, do të transferohen pas zgjedhjeve, sepse ligji, regulativa e obligon ministrin, e obligon ZRE-n me i pranu gjitha aktivitetet cilat i kanë në kostot të çmimit. Dhe importin me çmimit cilin e keni marrë gjatë kësaj periudhe ka me qenë detyrueshme krejt me ju faturu qytetarëve, amo këta keni vendosur me lënë mbas zgjedhjeve dhe jo tash në këtë kohën ku ka qenë e planifikuar sipas juve dhe sipas procedurave tjera. Këto dhe çështje tjera cilat janë duke ndiku në kostën e jetesës, ka shumë aktivitete cilat nuk po ndërmerren, po populizohet, po moralizohet, e po shfrytëzohet për populizëm, duke gjuhë topin herë në anën njërën anë, herë në anën tjetër. Jo ky është ai që shet e blen energji, por në fund krejt këto matematika, krejt këtë kosto e pagun vetë qytetari i Republikës Kosovës, as ne këtu si deputet, as si biznese, as njëna fatura në fund i shkon qytetarit të Republikës Kosovës. Duke marrë parasysh gjitha këto përpjekje të secilit dhe asë një zgjidhje për të mirën e qytetarëve, në secilin sektor, në secilin fush, nuk ka veprime ato që mund të mirën dhe mund të veprohet. Unë prej këtu, po i bëj thirrje edhe ministrit Murati. Minister, të lutem merre vendimin që e ke marrë si deputet, qysh sot shfuqizoje arkat fiskale prej hardware-it, digitalizoje fiskalizimin, sepse gjykata supreme ka tregu që atë vendim mund është me marrë si minister dhe jo si deputet. Ka disa kohë që ti e minister e ke ngarku biznesin e Kosovës me 5 milion euro shtesë në secilin vit. Ky është deklarimi yt, jo jemi për mandatin tuaj 6 vite, 30 milion euro ja u ke marrë, 30 milion euro ja u ke marrë bizneseve. Çu ta shkon në shkruaje vendimin, heki orgat fiskale, liroj presoj takse. Vazhdojmë me replika. Arvena Gavci ka 2 minuta replik, qetësi ju lutem. Ka qitë për dekreja. Nesë. Vesh më se qëmi apet në gjyko. Se qëmi apet me qitë në zimë rafunën dhe thonë këndë. Po dhe ju. Regjia ktheja fjallën shefës grupit zonjës Nagavci, 2 minuta replik. Sa i shqetësuar është deputeti Ramani për luftimin e korrupsionit e tregon fakti ku jeti sot, zoti Ramani. 2 projekte të cilat i përmende, të 2 ato projekte nuk janë nënshkruar në kohën sa unë kam qenë ministre, por po krundrazi në kohën kur kanë qenë ministra të partisë ku sot jeti. Të 2 ato projekte të cilat ti i përmende këtu, unë tashmë dhe lëvizja vetëvendosje i kemi adresuar në prokurori. Që të 2-jat
Njëra është nënshkruar në kohën e qeverisjes PAN dhe tjetra është nënshkruar kur ka qenë ministri i PDK-s. Për më shumë, do me thonë për çështjet të cilat ti ke ngritur në vazhdimsi, duke u mundu më u faktorizu me të pavërteta, janë krejtësisht manipulime, sepse çdo deklaratë që e ki bërë në këtë kuvend dhe ato që ti e mundu me ngritë si tema të rëndësishme, kinse e mbron familjen, sa dje atë ku atë vendim e ka nënshkru ministri i asaj partie. Kjo vetë se flet se ti shfrytëzon këtë foltore dhe shfrytëzon këtë pozitë që e ki për të faktorizuar me të pavërteta dhe për të manipuluar. S'kam koment tjetër se s'di qysh me të përshkru sakt qyshje. Kundër replik 1 minutë. Ministre e edukimit seksual. 2.000 mësim vënd. 2.000 mësim... Ndërpreja fjallën. Në ven. Ullu. Se nuk i me përdor këtë foltore të kuvendit për me fy qfardo grupi në Republikën e Kosovës, qfardo komuniteti nuk të lejaj. Qysh ke bon të kalumën nuk ka me ndodhë mo, ullu në vend se merë fjallën. Sheni, janë edhe 3 deputet për fjallë, të 3 janë nga PDK-ja. Nëse doni me vazhdu seancën, po ju ftoj që të jeni konstruktiv edhe që të ndihmoni me umbajt këtë debat. Për ndryshe nuk ka asë një kuptim. Nëse fyni njëri tjetrin, analizoni karaktere personale të deputetve, fyni komunitete, nuk ka me ndodhë që në këtë foltore të kuvendit mu fyu askush, qysh ka ndodhë në të kalumën. Nuk ka fjallë përveç atyre që janë paraqit për fjallë. Vazhdojmë me Blerta Adeliu Kodrën, deputete Blerta Adeliu Kodra. Ndërum koleg deputet, shumë të dashur qytetar të Republikës Kosovës, e para, ky kuvend nuk është kuvendi i Serbisë. Ky është kuvendi i Republikës së Kosovës dhe duhet sillet me përgjegjësi të plotë karshi deklaratave të cilat i dëgjuam sot, zonja kryetare. Nuk mund pa e thënë para se ta them fjalën time që çfarë dëgjum sot, çfarë dëgjun qytetarët e Republikës është skandaloze. Dhe unë nuk besoj që kuvendi i Republikës guxon ta toleroj një gjë të tillë. Pra, ne ditë më parë jemi unifikuar rreth një rezolute të përbashkët, pozit e opozit. E rezolut për të mbrojt vlerat e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilat sot i dëgjojmë, të cënuara nga një deputet i grupit juaj parlamentar. Dhe unë besoj që kjo këtu duhet të ndërpretet, nuk guxon që ky kuvend të shndërrohet në diskutime që i dëgjojmë në kuvendin e Serbisë. Sa i përket temës, sepse sot dëgjum zonja kryetare diagnoza shëndetësore prej deputetëve, u privuan deputet të kuvendit ta thonë fjalën e tyre, nuk u lejuan deputet që ta thonë mendimin e tyre për një seancë cilën ata e kanë thirrë vetë. U thanë fillim që seanca e jashtëzakonshme që ka thirrë sepse kanë dështu përpjekjet për me zgjedh presidentin. Merreni me mend. Kush flet sot për qytetarët e Kosovës? Këta 2 ministra, ku është kryeministri sot për me folë për fakturat e rritura të energjisë elektrike, për mafinë energjetike? A i keni dëgju të folë për qytetarët apo veç për pozita, se s'po merren vesh, a i bjen taman presidentit? Pra, zonja Kusari na tha që seanca është thirrë se pas ka dështu marrëveshjet për president. Në kohën kur qytetarët kanë 1 milion halla dhe ka nevojë sot për me folë për fakturat që ju kanë rrit 3 fish gjatë këtij mandati. I ndëgjum koleg deputet të mbrojt Nagipin, i ndëgjum të mbrojt Nagip Krasnishin me mënyrën e njëjtë, qysh të njëjtit, me radhë kanë mbrojt për vitet tona Martin Berishaj. Pra, nuk ka sot këtu deklarime tjera përveç asaj, u tha që buxheti i Republikës, në fakt u tha që pas ka arrit Martini, jo në fakt u tha që Nagipi pas ka arrit fitim rekord prej 105 milion eurosh, dhe se gjatë kohës ti që në kanë bërë marrëveshje e që në kanë negociu marrëveshje të arta e pas kanë ndihmu buxhetin e Republikës së Kosovës.
E mbrojtë njeriun që akuzohet se i ka shkaktuar kekut dhe buxhetit Kosovës dëm të madh në shumë prej 30, më shumë se 36 milion euro. Anulimi i termocentralit 3, pra projektit Kosova e Re, është dëmi më i madh që e shkaktu Kosovës edhe popullit Kosovës pas lufte, pra s'ka goditje më të madhe që i ka ndodhur Kosovës. Anulimi i një termocentrali prej 500 megawattve është jo vetëm dëm energjetik, është dëm në siguri, është dëm në pavarësinë tonë politike, po edhe në çdo sferë tjetër të jetës sonë. Shkaktari ose arkitekti kryesor i anulimit të këtij projekti 500 megawatt me qymyr të Kosovës e me çmim 80 euro të megavatit është Albin Kurti edhe grupi rreth tij. Kosovën, Albin Kurti dhe grupi rreth tij e kalon pa një termocentral të ri 500 megawatt. E ka dorëzue pavarësinë energjetike të Kosovës dihet me filli ku. Ky është një fakt që askush, asnjën këtë sallë nuk mundet me i keme i bobisht. Kjo është një vërtet e cila kur s'ka me ndryshue. Dikush o kujdes me vitet tona, mos me lonë Kosovën, me prodhue 500 megawatt energji me qymyr të vetin, me çmim 80 euro, pa ka punue. Serbia nuk ka krijuar fitore më të madhe ndaj Kosovës pas 99-s se sa këtë dështim të termocentralit të ri 500 megawatt dhe pastaj dorëzimit Kosovës të Serbia. Kjo është e vërtetë, ju lutem. Krejt VV-n e lus, çdo antar të VV-s e lus, intereson u rreth kësaj që ka po ju them. A e kom për inati, a e kom se duhet me thonë. Këtu janë njerëz në këtë parlament ulun që e kanë shkaktue këtë goditje ndaj Kosovës. Edhe s'mujnë më mshef dhe s'kanë me mujtë më mshef. Nuk kanë marrë masa, pasardhje shtyre, me prodhu, me kriju burime të reja energjetike. E a dini pse? Sepse rreth tyne janë grumbullue mafia energjetike e Ballkanit, e të cilën e dominuajnë serbët, dhe këta e dinë shumë mirë të gjithë në këtë sallë. Dhe ata bashkë me njerëz të afërm të Kurtit, lidhja e shkurt Kurtit dhe Jona Mihali, kryojnë kompani çdo 2 javë. I regjistrojnë Shqipni, i binë Kosovë, kompani fantazmë. Njona e ka emrin NOA, tjetra e ka emrin NTMT, e kështu me radhë, po gjithë në këto kompani është një afërm i Albin Kurtit, i strukturës ti, i njerëzve të ti, i Dejonës. Janë kujdes, pra, kjo mafia energjetike, për me mbyll qarkun e tregtisë me energji. Janë kujdes me i kontrollue të gjitha institucionet që kanë të bojnë me energji. Askush për juve këto, s'muni me emnu dikon kek deputet, as ministrat VV-s. Në kek, vetëm Albin Kurti edhe Dejona vendosin. Në ZRE, vetëm Albin Kurti edhe Dejona vendosin. E tani edhe në kost, një për ministrit është kryeshef, e me ligjin e ri, po i propozohet Kosovës, mos me raportu kosti parlamentit, po me raportu qeverisë, po dojnë me mbyll qarkun e tregtisë e energjisë, edhe me alon durët e lija mafijes energjetike, me bo edhe ma keq me Kosovën. Nëse këto fakte nuk qëndrojnë, nëse kjo nuk është e vërtet, hajde t'i diskutojmë së të tu. Ju lutem, ajo që pse po ja u thonë këto fjalë në parlament juve së të tu, sepse kalun 6 vjetë, po duhet t'ja ndoj menen shka na gjonë mos 6 vjetë. Duhet t'ja ndoj menen, mbajnë përgjësi, kalun 6 vjetë, me 1 janar 2025 ka pas me fillu pun 500 megawatt, termocentrali i ri, teknologji e re, pandotje, e me çmim 80 euro. Sikur t'ja fillojmë sot marë, kushdo që janë pushtet, për 5 vjetë, për 4 vjetë, mu i prodhon energji në Kosovë, me qymyr të Kosovës, me çmim të tonin të Kosovës, e jo me na dorëzu të armiq tonë, e na me blepe i tyne, e ata me bo çka dojnë me ne, me çmimin e energjisë, përfshi hajnat e tyre që janë mbledh
rreth shefit qeverisë. Deri ku na dojmë heshta? Deri ku na dojmë ja toleru një tjetër? Unë nuk po thom mos rrini në partitë ati që e ka bo këta. Po ju thom mrena jush, diskutoni çka ka ndodhur vendit. Mos lejoni në emrin e ju të gjithëve me ndodhë kjo masakër energjetike që ka ndodhur ti vendi e që ka ndodhur në vazhdimsi e para neve. Nëse nuk ndërmarrim veprime sot, pasojat kanë mu thellu, damet kanë mu rrit. Energjia nuk është vetëm energji. Ju e dini më mirë çka po them të gjithë, është siguri edhe është pavarësi politike. Kjo nuk është rasti që i ka arë Kosovës një situatë e këtil, që ne me pas dimit ende reduktime pas kushe disa vjete, që mos me ditë sa do të na vje çmimi herën tjetër, edhe kuptohet mos me dhonë llogari kompani që i kanë 2 vetë, që janë fantazm, që sot regjistrohet, për disa ditë i bën 100 milion qarkullim dhe zhduken. Unë nuk e heshti këta, nuk e kam hesht asnjëherë, nuk e bëj për inatit kërkuj, po e bëj se qytetarëve të Kosovës ju ka rëndu jeta. E dije që kryeministri nuk lohet për këta, sa e ka gjetë formulën që shme marrë votën, e ka pregadit një pak kotash në qeshor me shkep do pare, cilat o ka ja merë disa herë ma shumë me këto çmime. Dashun deputet, dashun qytetarë të Kosovës, edhe një herë përsërish, ekziston lidhja e shkurt e hajnis në energji. Krye hajni është Albin Kurti, krye hajnesh është Dejona Mihali dhe vazhdon një listë e gjatë. Ju lutem kujdes fjalorin. Zotja Radinaj, ju lutem që të keni parasysh që të mos përdorni gjuhë të tilla në kuvendin e Republikës së Kosovës. Mos mendoj që e përforconi argumentin duke përdorur gjuhë jo parlamentare. Nëse ke kundërshtime ndaj politikave të qeverisë, urno bëje, por mos e keq përdor edhe një herë këtë foltore të kuvendit. Dhe është hera e fundit që ta tërheq vrejtjen. Nuk ke asnjë replik me mua, asnjë replik nuk ke me mua.